Kristi, Mateo apo Gimbo? Me Kristi, patjetër. Me Kristi. Është artist. Të tjerët janë. Po për çiftin tjetër që janë ende, mendon që do zgjasin? Po me Selinën? Ai që What the fuck? What the fuck? Hey, ardhur! Jeni shumë energjik sot, nuk e di kush ju ka Ua, po ne që keni vesh me të bardha nga pantallonat. Ua fix dhe unë. Kostian, ti kur nuk do jesh, ti kur Unë nuk do jesh ndroj. meçi me ne të dy. Bëj çfarë do dua ti e duash. meçi me ty. Por Ti s'keni pantallona, do kanë brek të bardha maybe. zemra, mos kalo ne aty, të kurse lutem. detajet se nuk është një ditë kaq e bukur. Jo për të gjithë paktën. Unë nuk do e quaj një ditë jo të bukur, Se? po një ditë pak emocionale këto ditë, E duke vërtet. qenë se ka ndodhur disa dinamika në vilën më të famshme në Shqipëri të Andale. Ju tashmë e dini që nga vila janë larguar 4 personazhe. Dom, Megli, dom. Klea, Benardi edhe Blerta. Dhe të gjithë janë shprehur përveç dikujt, asaj. CEO-s së Andale. Dalinës. Dalina nuk është shprehur, ka zgjedhur të mos prononcohet Ka bërë deri vetëm në një këtë moment. Po ka bërë një story ku është shprehur shkurtimisht që love you all. I falenderon, por jo te diçka Instagram. më të thellë. Më tepër, çfarë si qysh tek. Por duke qenë se në What of a Show ne kemi ekskluzive dhe gjithë vipa zgjedhin What of a Show për të bërë deklaratat e Dalina tyre. ka pse jo. Edhe Dalina zgjodhi pikërisht What of a Show për të na folur pak më shumë rreth detajeve, si ndihet, çfarë Po. ka ndodhur. Dhe çfarë do ndodhi më tej me Andalen dhe sezonin Të e ri. shohim çfarë do thot Dalina. Okej. Kujdes, ë? Kujdes. Kujdes. Hi. Dalina, na dëgjon? Hi, o zosh të What of Us. Hello Miss D. Hello. Hello. Më Tani vjen keq të morëm, që punoni dhe pikërisht- në korrik. Një herë desha të thoja, më vjen keq që punoni dhe në korrik. Ço do bëjmë deri në 31 korrik ka është puna finale këto. a What of Us, jemi këtu në krye të detyrës. Por disa të tjerë nuk do jenë më në krye të detyrës dhe nuk do jenë më pjesë e Andales. Janë 4 starsat, Megli, Klea, Blerta dhe Benardi dhe të morëm pikërisht për të pyetur se si e ndjer ti për largimet e secilit prej tyre. Shiko, gjithmonë ka një keqardhje, kupton sepse unë, edhe ju e dini vetë, unë Andale, ne investojmë shumë tek secili. Edhe nuk investojmë pra të kalosh nga 600 veta në 100, në 80, në 20, në atë grup, edhe të krijosh mundësitë të krijosh çdo lloj mundësie për të bërë emisione, për të eksploruar, për të rritur etj, është investim. Në çdo lloj rasti, dua apo s'dua unë të kem më dikë, apo do apo s'do ai ajo të jetë më këtu. Se zakonisht gjithmonë njerëzit mërziten me të punësuarin, me sestarin apo si të quhet, kurse edhe për punëdhënësit patjetër që është investim, edhe ke një lloj keqardhje për këdo, se jemi si familje këtu, dhe ti e di shumë mirë, ju e dini shumë mirë që ne në këtë vil ham, flem, rrim gjithkohë, zihemi, edhe sidomos me ata, me Benardin, Blertën, Meglin unë e njoh prej kohësh. Kemi qenë që ditë e parë. Ato rrinin këtu, praktikisht Benardi ka hapur dhe ka mbyllur derën e vilës çdo ditë. Kështu që patjetër që ke një lloj keqardhje, por është okay, secili ka ciklin e vet. Patjetër që secili ka ciklin dhe ka udhësimin e vet për ta bërë brenda Andales, të rritet brenda apo të rritet jashtë është shumë e respektueshme dhe shumë okay. Dalina, gjithmonë kur ka largime, njerëzit ngren pikpyetje çfarë ndodhi, pse ndodhi, si, a ka ndodhur diçka apo thjesht mbaroi ai cikli që ti sapo the? Jo, nuk ndodh diçka me mua, që ta dini. Duket sikur ndodhin shumë gjëra. Në historinë time ka ndodhur dhe largime të tjera shumë të bujshme. Vërtet. Edhe më vjen edhe qesha dije sepse njerëzit po qanin edhe thash, okay, tjetër histori si ajo e dikur e hostelit. Nuk është se ndodh diçka, por vetë vajzat e thanë që nuk kishin përqendrimin e duhur këtu. Andale është një media që është krijuar për njerëz të cilët duhet jenë 100% këtu. Nuk është fan. Ju e dini shumë mirë, është korrik, është 2 korrik. A jeni në punë? Po, me të gjata. Fatosi, a do iki për xhirime? Kostiani, a punon dhe aty dhe të marketingu? Artemisa, patjetër, të gjithë aty, dhe jemi 10 orë, 12 orë në punë. Kështu që po duhet jetë fokusi këtu.
Dhe ato vete, Blerta tha vetë që se ka fokusin, Megli ka dhe fokus tjetër, Klea e tha vetë që në një lloj mënyre dhe ajo hoqi dorë sepse nuk diente energjinë. Kështu që Benardi gjithashtu. Dhe ato janë shumë të mirë, ata të gjithë juve. Të gjithë ju jeni shumë të mirë dhe jeni with I love you, Andale loves you forever. Por kjo është punë, dhe kemi bërë një kontratë pune bashkë dhe kontrata e punës është një kontratë për qëndrimi total 100% në këtë produkt. Dhe ka njerëz të cilët në një moment të caktuar të udhimit të tyre duhet të shkëputen sepse dhe nuk kam fare faj, kanë shumë të drejtë, edhe unë kam shkëputur marrëdhënie shumë herë në jetën time, sepse nuk e kam pas fokusin aty. Ktu është vetëm çështje fokusi për të gjithë. Në momentin që fokusi humbet, atëherë jemi miq, jemi shok, por secili pastaj është në trenin e vet të jetës. Dhe mund të takohemi prapë. Unë me Megli për shembull jam takuar disa herë. Kemi bërë projekte, bile si thash me shaka që do jemi te Snob dyshi, a mund të vim prap? Unë kam mësuar rrugës që ta lë derën e hapur për të gjithë, por në momentin që ti shkel në derën e Andales, është vetëm Andali në jetën tënde edhe kaq. Vërtet. Gjemi Po them që mos martori, mos bëni kalavaj. Po them që sa shkelni brenda derës. Po martove, ike, sigurt. Tu ka vënë vetëm për beqar. Dhe ato që vinë lidhur ndahen. Thuhet, thot legjenda. Nuk e di, nuk kam faju për këtë. Dalina, ne të falenderojmë shumë What of a Show për ta bërë këtë deklaratë. Dhe jo të skandale. Jo të skandale. Faleminderit shumë. Jo të skandale, jo të asnjë program tjetër konkurrent. Faleminderit. I love you guys. I love you too. Bye. Hi, ciao, paps. Ja më në fund dhe kjo dilemë. U sqarua, asgjë nuk ka ndodhur, asnjë debat, thjesht ka momente që njeriu e ndjen të nevojshme të largohet. Secili e ndjen edhe me veten e vet që kaq është e koha ime, ndoshta mund të jap më shumë në diçka tjetër, kështu që a do të na mungojnë ne patjetër që po, sepse a do mungojnë mua Blerta, patjetër që po. Se do që kemi pas ato fërkimet edhe ora sa energjia njerëzit nuk e di. Stop, mos ta bëj të qajm tani, e lëm pas. Po nuk do të qajm. Them prap sa do. Ti nuk e ndërmend të largohesh. Jo, ma vetëm për më hoqën, se unë vetë se lë. E ka vënë ai. Mos të vajta I bëra magjin fjerë s'pas ka funksionu. Po ti, mua më bëre magjin në fjerë. Nëse tani I lëm pas të gjitha këto, ne I urojmë patjetër shumë suksese kolegëve tan. Se uroke me vërtet. Tani bolla bolti. Dhe tani do kalojmë te ajo pjesa. Te pjesa e intervistës me VIP-in. Dhe ça VIP-i kemi sot? Një VIP I cili na ka rritur me këngët e tij, na ka mbërthyer në eksperiencën e tij të fundit, kështu që dhe ka ardhur, vjen për së dyti herë për këtë sezon. Por këtë herë vjen tek. Kush është? Tek ato tjetrin. E ftojmë në studio vetëm pas siglës. Hakosi, na e thuaj tani kë kemi të ftuar. Thuaj vetëm emrin tani se prezantimi e bëra. Okej, po I thë vetëm emrin. Ai është Miri. Wow, e pa dhe këtë se prisja. Edhe të kam thënë mos bërti. Mu duk si ku merdi mali në një moment. E po, se intervistën Murray. E po se intervistën e kaluar nuk isha. Kur e merë. Në vi më shumë si bunker, nëse e ke vënë re, po it's not about you, it's about Miri today. Besoj që je më me brumë të mirë, jo si e I kam themelet e forta. Je më I përpunueshëm. Miri, u bën kaq muaj që ka mbaruar Bigu, pse e vonu kaq shumë me në ardh? Kumi? Këtu, aty ku je. Jam vonuar një çik me thënë të drejtën dhe keni shumë të drejtë për këtë pjesë, ju kërkoj ndjesë, por edhe punës na kanë lënë. Okej, do ta mendoj ndjesën tënde. Edhe ka pasur edhe sa gjëra tjera që kanë qenë në procedim, rregulla, situata, ju I dini shumë mirë. Patjetër. Por më mirë vonë se sa kur. Bravo. Edhe prap nuk ndenje pa e thënë fjalën mirë. Mirë pra mirë. Unë kam të shkruar në bar, Miri, çfarë? Do atë ka. Miri, ai e vërtet më I miri. Simbas gjykimeve të shumicës dërmuese të opinionit publik, kam dalë më I miri, po. Po, sepse kam parë reagimet kur jam jashtë. Po, mos ishe I mirë, do ishe I keq? Tani, si alternativ, mund t'jetë edhe kjo, por kam përshtypjen që duke njohur veten, nuk do isha I keq. Do ishe I mirë.
Edhe po mos isha i mirë. Okej, u bë pak ndoka kjo intervistë. Kemi një titruese, ju lutem, mund ta... Jo, po Nardi thot, po si je i mirë, je i keq. Je i keq. Kurse unë them, edhe po mos isha i mirë, s'do isha i keq. Bravo. Do ishe prap i mirë. Bravo. Diçka aty afër. Ulu vjet. Mira, ja më mjaft tash të bëjmë çik serioz. Njëri, si po shkon vera, jemi në fillim të korrikut me angazhime. Vera po shkon shumë mirë edhe e bën një ditë me birr. Si verën. Si të ka gjetur kjo verë tash, kjo verë ka qenë nxehtë. Si po na shikoni kështu, plasëm. Po goxojnë mbajtur. Po ke djersitur një çik, jepi një letër. Jepi një letër të lutem. Është jemi ta. Merre letrën të lutem. Merre dhe tregoje vet. Pudër kemi, pudër që t'ja thajmin çik. Tregoje vet. Tregoje vet mirë. Kjo tregon që një herë që kam ardhur tek emisioni juaj, kam lënë shenjë. Pa. Se me çaj kam lënë, s'ka probleme. Por me çaj ke fshirë është. Unë kam fshirë me letër ti. Si e fshirë? Po dukshim do me letër. Me stapllake. Ju njerëz ta kuptoni në intervistën e parë në fillim të këtij sezoni na kërkoi shkreti një letër dhe ne i sollëm pikërisht një letër higjienike. Edhe pikërisht këtë më thonë. Dhe pikërisht të bardhë. Me pikatore. Ai se kishim na kësaj na duhet tash. Po si më thesh para se ty në emocion pse nuk ishe kështu me humor, ë? Atje ku Pse si ishe me humor atje ku ishe? Ta them përgjigjen. Do këtu, në sy. Trot. Gjona në sy. Siç ma the, ma thuaj. Se nuk të kisha ty përballë. Më beso, nuk është ne kënaqësi e madhe, më beso. E kemi një sekond. E kemi përballë. Ja, një sekond. E kisha unë para se Tani do ju sul mirë. Ja, se ka prime-in ajo direkt në mua ka. Të shikoj. Dgjoj tani. E para e punës ti nuk e ke përballë ke anash. E kisha para se të vjeti. E po se ke ditë me trajtu, marrë. Dhe me vlerësu. Një kjo, e dyta që është shumë e rëndësishme. Duhet t'i japësh Cezarit atë që i takon Cezarit. Juve keni çik vështirë këtu se keni konflikte interesi me sa shohun. Jo kemi thjesht konkurrencë. Jam i ardhur, e kupton? Po sa konkurrencë, shishalën e misi, shishalën e këtij. Shif supën e Nuk i pash nga shala bilës nga që kur kam dalë nga bigu nuk lejo. Jo me favos këtej. Më fali sa rrova, më fali. Ashtu dhe. Urdhë? Ja, kështu. Tani ke fi. Vazhdoj. Shafa. Pastaj çafati kam komshi, më përball, nuk e kam përball. E po tash zinë, komshia përball. Është bërë komshia vesë. Me që se jemi këtu te këngët e komshia. Si u ndjeve ti kur more vesh që Mateo ka bërë këngë? Dhe s'ke bërë ti. Mateo Frate. S'kam bërë unë, s'kam bërë. Turp të të vi. Të verë më të verë, nxori këngën para teje. Turp të të vi. E nxori këngën para meje. Domethënë në një vend që isha unë ishte edhe ai. Ai e pyetën për këngën. Dhe është i rin zanat. Ka faj? Po. I tham, unë nuk e di, tha, mua më ftuan. Domethënë. E ftuan në këngë, për të bërë një këngë. Nëse ty të ftojnë në një këngë, është tjetër gjë, dhe nëse ti bën një këngë, është tjetër gjë. Po guxim të madh pas ka thënë po. E tha me gojën e tij, tha, më ftuan. Ty si të du kënga, e ke dëgjuar? Pëlqeu. E tunda. Qa note do të japësh, vallë? Po kënga është këngë normale, nuk se mu duk në i gjë që wow, po bravo i qëtë për guximin që ka marrë dhe faktikisht, e di se është kjo pjesa këngë se këtu flas seriozisht, më tani dalim te Po, seriozisht. Ne seriozisht ishim që në fillim. Jo, se si ishim aq serioz, po ishim serioz deri në atë pikën që duam ne. Te pjesa këngës tani, nëse ai do merret me këngë dhe ta kthej këtë në një zanat, po themi në thojza, duhet merret seriozisht me atë gjë dhe duhet i dish se çfarë do të bësh, çfarë të takon të bësh, çfarë të rri më mirë dhe çfarë ecën. Po. Tani se bën një këngë, okay. Po mirë se aty dhe i ka ecur. Ti do bëje bashkëpunim me Mateon tani shkurt muhabetit? Po. Jo, s'ma merr mendja. Collaboration, no. Why? Po më të paguam si pasion pra. Si? Mi që dhe ai e nisi. Po kur ta kthej ai në biznes atë gjë. Në biznes atëherë. Prit dhe pak. Se ti ishe i ftuar në Kam për Top të rrit Arena. kalamojt e mi, o vlla. Mirë ti ishe i ftuar në Top Arena. Po. Ku aty janë bashk moderator. Nuk rit dot me syze kështu përballë. Ah, pra, bukur, kjo më pëlqen. Kur ti je anash vëri. Kujdes mikrofonin. Ishe i ftuar në Top Arena me bashk moderator Mateon dhe Brikena. Tashi jemi në këtë vorbullën janë janë bashk. Tani ti nga. A kanë qenë bashkë ndonjëherë? A kanë qenë bashk? A janë ndarë dhe si e ndjen ti? Ndarjen e tyre. Tani unë kam thënë kur kam qenë atje në Big, domethënë që ishte komplet strategji loje. Lidhja tyre se s'ka lidhje fare, e kam thënë 200 milionerë them prap
dy persona që ishin lidh para 4 vjetësh, u ritakuan mas 4 vjetësh, ai u fut Kastile aty që t'i mbushte mendjen asaj se sa e donte. Po jashtë e kishte, pse s'ja mbushi mendjen. Historira, tani ndryshon. Se kishim dhe historinë e Dajës, e kupton se, është Daja në lojë. Po mos I fusin familjar, po tani si Jo, e është ndjen historia e ti Dajës, energji? nuk dim se kush Dajë. Dajrat. Ne shohim që nga përfundimi Bigut deri tani, domethënë. Atëherë mbas Bigut është vazhdimi I strategjisë marketingut që janë, ose edhe nëse janë në përcepa, se ne nuk po shohim gjë. Po mirë, po për çiftin tjetër që janë ende, mendon që do zgjasin apo dhe këta mendojnë që I pretin ndarje? Sa të kenë dashuri midis tyre, le të zgjasin, le të shpërthej, ç'pun kam unë me ta, le të shpërthej dashuria, edhe afrimiteti, edhe të qenurit bukur me njëri tjetrin, po ç'pun kam unë me ta. Me këtë tjetër nuk e pun miri, me kë s'do kesh më kur pun që ka qenë në Big nuk do flasësh më. Shiko, nga banorët. Flas seriozisht e kjo pjesa. Unë edhe kur isha brenda, edhe kur kam dalë, ashtu kam thënë që unë jam I njerëzishëm. Unë nuk e kam problem fare Bigu. Se të gjithë to që thonë që unë ka mbaruar Bigu dhe ja kam lënë gjërat e Bigut, të gjithë ta që thonë këtë fjalë, të gjithë ta merren me Bigun. Po e the këtë, do të thotë që ti e ke aty mendjen. Ke një gjë që të ke një kokër tu nga mbrapa. Dhe unë nuk fshihem mbas gishtit. Me kë nuk flet tani mos u zgjat shumë, me kë nuk do flasësh. Zgjatja është shpëtimi I përgjigjes tash. Jo shpëtimi I përgjigjes, po zgjata është ajo që tregon që ti ke diçka ç'a thua. Me Rogertin për shembull, si është situata aktuale me Rogertin janë situata që kur jemi parë, kemi folur. Pra nuk është se nuk flisni. Nuk është se po u takua, po shkëmbyer. Nëse takohemi, flasim. Po me Selinën? Jo, as jam takuar, as s'kam folur, fare s'kam. E pritshme kjo në fakt. Nuk është dhe prisa ndryshe. Po djumi final sigurisht që qëndron ajo konkurenca. Po me Monikën, ka bërë gjitha do tifo për ty. Me Monikën jam për ditë. A I bërë ndonjë dhuratë të shkretës se ajo ka bërë më shumë tifo se kushdo. Ç'a dhuratë I bëre? Po për disa dhuratë dhe nuk ka dalë. Nuk e Sheu të paktën se Monika është shumë selektive me ka shihet të rafinuar. Monika është një grua shumë e zonja, është shumë e aftë në atë që bën. Është shumë njeri I dashur, shumë njeri I mirë, përtej politikës, ta heqim atë pjesën e politikës, sepse nuk po njihemi në politikë. Domethënë unë në shumë rrethana të tjera. Jo, se unë e kam njohur në shumë po raporti juaj për publikun. Po më themi përderisa po flitet për Monikën kur jam unë, neve jemi njohur bashkë tek pjesa e show-t, kështu që edhe shumë njeri I mirë, unë e dua shumë, është fantastike, domethënë atë jashtë kamerave, domethënë është fata kesh mikesh. Po për Arbrin mendon njëjtën gjë? Për Arbrin nuk kam lidhje të tillë. Jo, e di që s'ke, po them mendimi që ke. Po nuk e njoh nga afër me thënë drejtën tani. Vetëm ta gjykoj për çfarë ai më ka gjykuar mua në Big. A do vazhdoj Arbri sërish thua dhe a meriton të vazhdoj? Besoj po, do ta vazhdoj, sepse unë mendoj që atij të emisioni I duhet një si puna e Arbrit. Dhe I duhet shumë një si puna e Monikës. Për këtë biem dakord dhe ne. E vërtet. Miri dëgjoj tani se ti vërtet je përfolur shumë për marrëdhënien me Selinën dhe situatat aty brenda që nuk duam të rikthehemi se ti ke fol mjaftueshëm. Mos I vërsi mos I vërsi se e ke përballë. Pra mos ti dalloj, mos ti lexojmë u mërzit me mua. Tani unë pyetje nuk e kisha për Selinën, në fakt e kisha për gruan. Si jeni ju? Po ti jeni për këtë po pra. Jo, po sepse shumë njerëz e komentuan marrëdhënien. Do kalojmë aty. E komentuan sikur marrëdhënia juaj ishte një marrëdhënie e krisur e dizim ke fol tani dhe si ma ke bë këtë parashtrimin si ato që ishin Big. Fix. Që doni dilin të diçka tjetër dhe do e fillonin me se s'bënte kjo gjëja. Ma hiqet gjën, ajo nuk ekziston. Okej, nuk ekziston për ty, por për publikun ekziston dhe për shkak të kësaj marrëdhënie u ngrit pikpyetja për martesën tënde. Kjo ishte. I kam dhënë përgjigje, prandaj po them, sa vlen jem prap, urdhë. Marrëdhënia ime me gruan është super. Ajo ka rëndësi. Jo, ka shumë rëndësi. Ajo ka rëndësi. Ajo është gjë e rëndësishme. Se bëj çka me çka ke mos. Jo, mërzit ata ne. Zëbe, ika. Jo, s'do Po bëra shakami dhe unë që do ikë, Po do ta kemi në një projekt të verë, a do rikthehet dyshja e fuqishme ta dominojë të verë. I kemi dy projekte shumë të mira, shumë të bukura, por duhet me gjetë edhe momentin e dur që ti
ti prodhojmë ose ti nxjerrim se ato Po gati. bashkëpunime do ketë me artistë të tjerë? Okej, me Te zgjidhje. cila nga këto të dyja do na ftosh ne? Të tre? Si Kostianin si modelet, Si këngë lutem. apo çfarë? Si modele, si model modele. klipi. Si modele. Po. Si modele do ti, si modele. Jo, jo, Briketos do e merre si modele. merr Kostiani ka super Një parakol. sekond, kujdes tu. Kujdes se do deklaratën se nuk rrëshket me mua. Unë nuk kam thënë që nuk e dua Brikenën si. Sa ke marrë deri tani? Po pse duhet ta marr? Apo është me detyrim? Po nga që Po këtu po del pra ku thash. nga që shet. Jo, Gjithë se nuk tash dua. o Brikenën o mua, se ne të dy o unë o Brikena. Jam shumë i sigurt Ha. që do të merja ty. Se unë do dhez më shumë se Brikena apo? Patjetër. Okej. S'bët fjalë. Ika, unë Ky e faleminderit. mbush ekranin në E shiti. Si E ka mbush ekranin. Bravo. Por nuk është se je i pari për të marrë, ëh? Po jo më jo, po ka radhë. Dhe rradha fillon gjithmonë djathtas. E kalon majtas. Po mira. Kostian Mirë, mbaje mirë. Ska gjë. Që ke dhaj që mirë. Miri, do nisi me lojën e parë me qenë se je më i miri? Me çat doni Do ta marrësh atë bazerin, Më merrni, aty më ja të shërben shfrytëzoni. Velina. Jo, mirë, jo. Frizoni, këtu Jo, më keni. mirë, jo. Sa Tani. më keni, çash këta, më ndor kështu. Në momentin që unë do të bëj pyetjen, do japësh përgjigjen e parë që do të vinë ndërmend pasi të shtypësh bazerin. Okej? Të shloj shpejtësia. Loj shpejtësia, mendimi i parë, bam bam. Mos u mendoj gjatë. Vendi ku kam dhënë puthjen e parë është Lokal. bravo. Shuma më e madhe e parave që ke shpenzuar për veten? Duhet shuma? Po, sa lekë. lek, Shumë lek. edhe për Një çfarë? gjë për veten. Money. Sa zero? Për tu veshur, no? Ai mos sa lek. 1 milion lek. Oh, mashallah. 1.000 euro. Arsyeja që Para se të debaton. fusem big. Arsyeja që debaton më shpesh me gruan është? Po gjëra kështu më kur do vish te shtëpia, pse po vonosh, ku dole, ku po shkon, birra me shokët. Okej. Do të Nga këto zelozije hiqe dushin kur lahesh, nga këto me një ujë ku të vish. Nga këto hiqe dushin nga priza kur lahet me një ujë ku të vish. Të Jo, në gjëra. Gjermani o vlla nuk e kena dushin në prizë. Ah, more Kostian ke ngel Në Gjermani dushi është në prizë vetë. Nuk e di ku është priza. Miri, fjala e parë që të vjen ndërmend kur dëgjon emrin Rogert. Shumë kështu ekspresiv. Shumë shpresë, po. Tash e themi më i madh që ke dëgjuar për veten tënde. që është i ndar nga gruaja. Personazhi i njohur të cilit i ke bër unfollow ose block. Nuk e di tani, zgjidhe vetë cilës do t'i përgjigjesh. Po si kam bërë? As block? Raskujt? Ke bërë As unfollow? Ja. As Landi kur ti ishe brenda dhe menaxhon të Instagramin Ja, tënd? se çka kanë bërë ata e din ata. Ah, nuk e di. din ata. Ata se di po se di unë di Vetë grupi na, atë. po. Okej. Atë di grupi, unë se di kur e kanë bërë, as e kanë bërë, Okej. ai kanë bërë, nuk më intereson fare. Po e quajmë sikur u përgjigje. Po jo, po është, s'kam. Bashkëpunimi për të cilin je penduar më shumë. Në muzikë flasim patjetër. Nuk kam. Nuk ke, Nuk kam okay. pendes në bashkëpunime se nuk është se janë me kile edhe me thas. 2 janë, 3. Okej. Edi Rama, Eranda, Po kush ka pëlqyer më shumë nga jo, ata? Aurela, ka qenë. Po kush ka pëlqyer? Po është edhe Vesa. Po, kënga e fundit. Gjëja që nuk të pëlqente vetja dhe do doja ta Më kam ndryshoje. pëlqyer të gjitha, mos e ki me rak për atë pjesë ta jap. Super. Gjëja që nuk të pëlqente vetja dhe do doja ta ndryshoje. Mund të jemi çik impulsiv për shkakun në një moment. Më nuk duhet të jem. Nuk duhet jesh, duhet ta mbyllësh gojën në ca momente. Po, e vërtet. E vërtet, e aprovoj. Ashtu ha? Mirë tash, ha. Do ta marr më. Se shumë Do ta fillim ndryshoj edhe mendjen. në fillim Hoqë edhe çizet për atë ti urdhë. I vetë prapë. Pabesia më e madhe që të kanë bërë në jetë është tradhti nga shoqëria, mbase nga marrëdhënie. Ka. pas shpine. Po ka edhe tradhti, ka edhe thika mas shpine, ka Po tani. më e rënda për të cila ka qenë që the mos. Pse? Po kur kanë folur, domethënë nuk i kanë çuar fjalët ashtu siç duhet, siç kanë qenë të vërteta, për shembull, dhe ka lindur një konflikt pastaj që hajde tu sjaron. I kanë keq interpretuar gjërat. Dhe është bërë me keq dashje, ja. Bota edhe pa dashje në gjë dhe ngec. Po me keq dashje, ajo është. Gabimi më i madh që ke bërë gjatë rrugtimit tënd në Big Brother VIP. Gabimi më i madh që kam bërë është që s'bëra gabimet që duheshin bërë.
Cilat janë gabimet që duheshin bërë. Sa ka ndryshuar me ty? Miri ti nuk je. Ti nuk je. Ti nuk je nga ato personazhe që je politikisht korrekt. Miri të lutem, a ka mundësi nga sa e pushtuar? Gabimi më i madh kush Që bën është? ato gabimet që duhesh. Po cilat gabimet duheshin bërë? gabime? Të çohesh të Ua, shajë kisur ka ndonjërin. lexu Freudin para se të vinte këtu. Jo, e tha, të çohesh atë shaja ndonjërin. Pra, të fisja, domethënë, të bëja Namin. të shpalosja fjalorin tim më të keq. Ja, pas s'kishe pse bëja, s'kishe pse bëja. Të Tani ndihmoj, do Marko. kalojmë në lojën e radhës. Jo me Bazrin. Mbaroj? Mbaroj, ka që. Okej, përgjigjo. Tani loja e radhës ka të bëjë me personazhe, do të vendosim në situata të ndryshme dhe do të japim përballë 3 personazhe të njohur dhe do zgjedhësh mes tyre në bazë situatës, Po okay? çfarë? Ja, do ta japun tani. Situatën, po. Pyetja e parë, me këtë do bëj një bashkëpunim muzikor me këta të 3. Me cilin prej tyre? Kristi, Mateo apo Gimbo? Mas njërin. Jo, një duhet. Me Kristin, patjetër. Me Kristin. Është artist. Okej. Të tjerët janë. Po, më shumë sa ata dy po. Okej. Kujt do i dhuroje një buqet me lule, meqense u bë i famshëm ai muhabeti luleve në Big Brother. Luana Vjolca, Gjensila Myrtezaj apo Hati? Njihen për lule gocat që i pëlqejnë. Luanës. Okej. Tani situata vjen e Luana kanë dhe më mikesh se sa Okej. Dy vajzat e tjera. vajzat e tjera. Situata komplikohet këtu tani. Je në një udhtim pune. Ke ngecur në një dhomë hoteli vetëm me një krevat dopjo. As edhe Palandin. Edhe Palandi. Balani. Jo. Në këtë koncert e kanë kërkuar. Menduam ne Në Palandi. këtë Po si nuk koncert. shkoj unë Palandin, mor. Po ja Po pra ishte ja. Smurland. Është smur me temperaturë. Nuk shkoj unë të këndoj Palandin. O vëllezërit e mi. Në këtë Mbaj univers, një foto të në lartë. universin ton paralel. Po. Pra për një punë tjetër, jo për koncert. Pa, okej. Pa. Dhe jeb në punë bashkë me Noizin, Rozana Radin dhe Blona Qerretin. Me këtë do e ndaje krevatin. Tani është vetëm një tek pull krevat dopjo. Edhe dyja King size. Po me Noizin besoj jo. Okej. Me Noizin pse ta ndaj me Noizin kur ka alternativa E tjera. bukur, mes Rozana Radit dhe Blona Qerretit? Kush të doje? Kush të doje? Lëna prishje. hapen audicion. Ta themi batut bukur? E thuaj. zjef Kristi. E bukur kjo. E bukur. Eksperti dy shekut. Hëngre. Tani pyetja e radhës, situata e radhës. Të ka kapur gripi miri. Larg. Kujt larg qof pa. Tani Sa ka lëviz gjithë. Po ta duan të mirën, more miri. kujt do ja besoje të gatuante një sup? Arbana Osmani, Eriola Doçi apo Monika Kurema? Po që vazhdo. Asgjë. Monika. Dim përgjigjen E ta. gjia e njeh supën. Monikës unë i dorëzoj dhe jetën. Po çfarë thua më? Tani situata e fundit. Është Ne e dim që është verë edhe njerëzit shkojnë në plazh dhe nxihen, por dhe digjen ti e djegur nga plazhi. Je bërë Dhe ke vetëm një gotë me kos. Pa. Jo, si ka kështu, more, si ka djeg ky, jam Si ti janë dy këto? Ore këtë do lyej ju me kosë. Këto dy ky. Pa ma bërë ty. Miri, të ta sqaroj. Ti the vetë emrat. Ja. Okej, atë Janë djegur këto. Këta Ti janë ke vetëm djegur. një gotë kos. Ato. Ata janë djegur. Ato. Ata dhe ato. Atëherë, kemi vajzat Megi Pojani Që janë djegur dhe unë duhet t'i lyej me me kosë. kos. Po, njëra. Rike Roçi apo Kevina Kthjella, cilën do lyej me kos, do shpëtojë nga djegja e diellit. Do e qetësoj trupi. Shikon, në faktikisht do t'i shpëtoje të treja. Okej. A është unë a ashtu është jam. Kemi vetëm kosi. një gotë kos, ke qenë mami si është Unë të shpreha. keqen babi, unë me Jo, një e di gotë çfarë do kos. thuash ti, po. Unë me një gotë kos lyej gjithë. Gjivërmiu. Dhe miu, po lyej tre vajza. Sa duam plak. Bile, madje, jo bile, po madje edhe me farën e kosit. Bo. Ama E di ti që unë veç mos e s'bën hollo, po. Atë do bënte do e hollon, Do e do bënte hollo kosi që ti dhau. dite, po e di veç. Po pse se diu? Të shafë, më bu. Okej. Më pëlqen interesante. që je babaxhan dhe Zemër Kohë njërë. dashës. Po kjo na mbajti pra, na pastaj mbajti. përfundon dytët.
Kosi just bën kosi. Gjithsesi mirë, tani do të kalojmë në një lojë tjetër, e cila lidhet ngushtë me karrierën tënde, me ty si artist, shumë ngushtë. E disa ngushtë shumë ngushtë. Atëherë unë do të jap disa, do të jap disa tekste nga këngë shumë të njohura. Jo, paktën nga unë. A çfarë do më japësh? Do të jap disa tekste. Përshëndro. Miri, të lutem se më i miri, përshëndro. Ashtu. Do të jap disa tekste nga këngë të famshme dhe ti do duhet t'i kthesh në versionin rap. Ti raposh. Okej, hajde ta provojmë se nuk është se Provojmë. Lëre bazën italiane. Lëre atë se mama. Dgjoj, se kjo puna e të kthyerit rap çfarë do lloj teksti nuk është aq i kollajt sepse Prandaj dhe ne E di që nuk është e kollajt. Prandaj edhe poezi, po e shpjegoj edhe për shumë të tjerë, pse mbase ju e dini, por shumë të tjerë dhe publiku që na shikon dhe na dëgjon, është sepse prandaj edhe jo shumë poezi bëhen hip hop. Jo shumë poezi bëhen rap, kupton? Sepse nuk është aq e kollajt që të rapohet çfarë do lloj. Çdo gjë. Poezie. E kuptoj, ti e the këtë, po prap do ta bësh lojën. Po unë do ta Kështu që koca. unë e bëj lojën si dunër se Si më i miri e bën lojën Teksti mirë. i parë. Hajde. Mos u tundo nga Artemisa. Cila Teksti i këngë është? parë. Po e po mu më duhen syzet. Se ti mban syze? Ja, këtu jemi mirë, po. Asnjë që ndark, mos mbaj në xhep. Asnjë. Unë çka. Për të recituar jam i mirë. Okej, Tash, bëjmë mbaj Ne Ai bëj ta pak bëjmë si si poezi. sukses. Bëj si poezi. Është Artiola Toska, asnjë që ndark mos mbaj në xhep, nuk e dini se ky është titulli, po këtë merrni ju. Harxhoje para. Po. Tamam. Asnjë që ndark, mos mbaj në xhep. Në xhep ajo s'ka vlerë. Se Zoti paren sot a jep, dhe nesër prap a me. Harxhoje paren o njeri, se parja duhet harxhuar. Parja kështu po çat bona. Shëndet të kemi Shëndet paç. unë e ti, dhe shpirtin e gëzu. Gëzuar. E gëzu? S'na punon rëja, kam thënë të thash një herë. S'na punon. Mi që ju kanë ngellë rëja, s'ju kanë ngellë e gëm tjetër. Shëndet të kemi unë e ti, dhe shpirtin e gëzuar. A i që paren, fort e mban, dhe nuk e ka harxuar, gjithë jetën e ka bo haram, një dit nuk ka për tjetuar. Shumë e bukur. Tani, Mimoza Ameti ku dëmë. jam e re, djalë, Ore sa vazhdo ka? jam e bukur, Ore çfarë? Brita se ka lëvë remix. po Ka si lëvë flutur. remix. Me shikim të djekë si prush. Jo, kalove të Zinzilushi. Daj më të rasin Zinzilush. Ah, Kalove të more. Zinzilushi. Zinzilushe, hajde, Erdha. mos e mbon, moj lojna e kajde. Hajde, që është kë kajde? Gajla. S'punot Sa punon doja. gatë. Çeli Për një- sigurat me ta tjera. Për një më që ti se Na vën, je fjala proces mik që bëhet nga- ik. Ah, Hendrito me knaqëm. Ama sa ç'është ajo, hajde poezi ti lexoj. Shiko, tani situata nxehet miri se e kemi Ju marrë. doni si hip hop shumë- vëlla, po hip Jo, jo. hopi është ndryshe, është mënyra, vëngë, njerëzit i shikon, mënyra jote seksi, Tanga të ekspozon. Lokte tu të gjatë që me herë gatërohen, një mi fantazi, me ty flenë edhe zgjohen. Le na kapin gusht tua mira, na kapin Jo po gusht. se kjo, jo po se ajo, ja pra. Situata tani do nxehet pak sepse kemi arritur në fund. Është rubrika e fundit, speci është i kuq, mbi spec është diçka e derdhur mbi të. Çfarë është do zbulojmë pas ditës. Çfarë është derdhë ndoshta gota e kosit. Si më the, ndoshta është derdhur e gota e kosit, por unë të ftoj Në të qafshi mu është thjesht një spec me tabasco. Hecmitina le të ndërtojmë suspansën. Unë do t'ju them diçka. Po, na e thuaj. Atë gjën atje, unë nuk e provoj për asnjë lloj. Atëherë duhet të përgjigjesh, duhet të Super. Ti përgjigjesh. mendon se na prishë punë? Unë në fakt na e ndreshë Ti na e punë. Jo, Ndrejshë po punën. mos kujtoni ju se po më prishni mua nej punë. Jo, më vlla, ti ja. vetëm përgjigju. Specën doni? e ham dhe ne. Jepi. Përgjigju. Ja, i ke aty, i I ke. ke aty pyetjen e parë. pyetje. Të herë ne kyçim a, do të gojën. shikoj? Pa, inshallah po arrin ti lexosh në këtë pikë. Jo, më jep po është e bukur shumë mirë. A mund t'i marr pak syzet edhe? Po. Syzet është shumë bukur. Hajde. Po, ai ke aty? Jepi. Patjetër, ja zotri. Hajde. Unë që thoni ju, kam Goxha syze. syze paske. Interesante. Kujtove ti se unë jam interesant vetë. Jo, patjetër. Do jam dhe syze. Prandaj ti je miri me i miri o Tani miri. ti pse i mora syze që ta dish. Më shafsh, Ka jam një shumë arsye. kurioz. Ka një arsye se mora vetëm për të lexuar. Pritore mikrofonin. Mikrofonin. Sepse tek ai grupi im që kam unë atje te Tajvandi? te i fanbase. Se, Pa. okay. Ato pilotat e mi.
Atyre ju pëlqej shumë kur bëj foto me syze ose video me syze, kështu që për ata po vendos syzet. Hajde një përshëndetje për Dhe i Jo për të përshëndes. lexuar, po për ata. Ti miri edhe miri kur e fjala jeni më të mirët. Do të paguajnë këta tani këta dy. Do të pagushtie që jam unë këtu, më tani paguajnë ata se thashun këtë. Apo dhe të shkëndoj këtë. Qa bëre, mire? Mirë se. Kujdes atë. Ja syze. Aha, kjo është thjesht. Zbulo sot ku është vendi më i çuditshëm ku ke kryer marrëdhënie seksuale ose specin. Është e thjeshtë, thaj kuptoj. A mëse e thjesht është. Tjerët kanë ngrënë specin të gjithin që mos i përgjigjesh E di pse kanë ngrënë specin. Sepse kanë komplekse me veten. Nuk e tregojnë. Kjo është një gjë shumë e thjeshtë, sepse nëse ti nuk e arritur të bësh në një vend të çuditshëm për ty, atë marrëdhënie seksuale do të thotë që ti s'ke jetu. Ço e mendoj unë? E vërtet, unë bie dakord. Tani vendi ku është? Në makinë. Në makinë. Po. Është i çuditshëm. Do të ka një përgjigje, kupton, nuk është një problem i madh. Pse duhet të gjesh ti një vend kaq të çuditshëm në bar? Ore njerëzit e mund të gënjejnë nëse marrin vesh kurrë, po. Po pse duhet ta hash specin më? Unë mendoj që ka një vend më të çuditshëm se makina, po ti s'po e thua. Po ma thuaj ti për shumë, se mbas e kam bërë dhe s'm vjen mendje. Jo, do shqetësohesh. Nga natyra jote mendoj që je më shumë eksperimentues. Jo, nuk bëj eksperimentet të gjërat e qefit. Ajo është gjë qefi, pse të bëj eksperimentet? Okej, në rregull. Po kurrizi. Pyetja tjetër. Vazhdojmë. A ludohet se banorët e Big Brother VIP paguajnë për qëndrimet e tyre në shtëpi? Zbulo sot sa je paguar ti ose ha specin? Jo, s'jam paguar. Nuk je paguar. Po një VIP si ty tani. Unë kam marr vetëm lekët e, domethënë çmimin e finalistit. Okej, nuk ka pas sepse thonë që paguhen për çdo ditë qëndrimi. Dhe sa më i njohur ti je dhe ti ishe më i njohur aty, aq më lart është shifra. Tani unë po them këtë që kam bërë unë. Okej. Edhe këtë që di unë. Tani se ç'kam bërë të tjerët. Okej. Unë ngele të tjerë. Di ç'o them unë, po them këtë që unë kam marr vetëm çmimin e finalistit. Ishte 10.000 euro. Perfekte. Miri u kënaqe? Po më. Ku do i bësh pushimet këtë verë? Nga do shkoni? Në si është ajo, ku i bën pushimet të verë, në Sarandë. Në Imar. Në Ksamil apo në Imar. Në fakt në Ksamil kam një pronotim një javor. Okej. E kam atje sepse e bëjmë çdo vit, pastaj është edhe ku të dali se jemi kështu pam. Ta ndej saktë. Se ka dhe një gjë, është dhe një problem që prandaj dhe unë nuk shkoj të bëj pushime për shembull edhe jashtë shtetit, sepse duhet të jem i pranishëm këtu për aktivitetet që kemi. Po, koncertet, e vërtet, për artistët vera që unë ja ta them unë do jem në Ksamil për pushime dhe brenda asaj jave unë do lëviz 2 herë. Që prapë aty do jesh në marrëdhënie pune. Po patjetër, se ndaj kur unë atë pjesë. Mirë, shumë faleminderit. Amon mos ta sinkroni ishi të tre. Për këtë pjesë. Po leni vajzën për fund, ta thonë. Ka respekt këta, more. Skena për ty, motor. Mësoj një çik, mësoj, jepi ca leksione pasi të mbyllim emisionin. Ose vrer pas ke pas me avash një fjalë. Sa ti shkosh? Po ti japësh një çik krah, valla duhet valla. Pas ke prit kët më. Çmili. Jepi faleminderit. Mylla. Po mylla. Mirë, shumë faleminderit. Dhe ne do të shihemi sërish javën tjetër të premte në orën 8 me të ftuar si gjithmonë ekskluziv këtu në WTF Show. Miri. Faleminderit shumë. Sezonin tjetër prapë pastaj. WTF. Faleminderit. Ciao. Ándale.